Gati një vit nga caktimi i masës së sigurisë që e detyron të paraqitet 2 herë në muaj në SPAK, Sali Berisha nga prokuroria e posaçme nuk i ndali akuzat ndaj kryeprokurorit më parshëm Altin Dumani. Armiku të pluralizmit politik dhe avokatit të Mek Gonigalit, me garanci se krimet e tij nuk do mbeten pa ndëshkim në meritur ligjor. Sali Berisha i ka cilësuar akuzat për dosjen Partizani si politike dhe të pabaza ligjërisht. Shtetasit maltezi kanë përfituar, siç kanë përfituar 1 milion shqiptar nga privatizimi i banesave, në atë kohë që të dy nuk kanë qenë kryefamiljar, por kanë qenë antar të familjeve që kanë privatizuar në përputhje me ligjin 7652. Kjo është pra noviteti i akuzës Altin Troplinit dhe ish delatit sigurimit shtetit, Sikundër dhe Enkelejda Fetahut. Berisha nuk ka kursyer kritikat ndaj institucioneve të drejtësisë duke akuzuar gjykatën kushtetuese për mungesë transparence dhe vendimarrje të diktuar politikisht. Se janë një grup mjeransh, organizat e mirëfillt e Partisë Socialiste, gjykate turpit që vepron në këtë mënyrë. Gjykata ishte detyruar të bëjë njoftimin publik, u mblodhem, vendosem, nuk vendosem. Kjo është gjykata.